Në vetëm 27 vjeç, një iri shqiptar po konsiderohet ndër historitë më frymëzuese të suksesit në diasporë. Në një nga tregjet më të ashpra dhe konkurruese në botë, në New York, ai ka arritur të ndërtojë rreth 270 apartamente, ndërsa mbi 450 të tjera janë në proces. Por shifrat janë vetëm një pjesë e historisë. Pas tyre fshihet një rrugtim sakrifice, rreziku dhe punë të pandalur. Fillimi i tij në Amerikë nuk kishte asgjë luksoze. Puna e parë në Amerikë me pllaka, kujton ai, duke treguar se gjithçka nisi nga puna fizike, nga kantiret, nga djersa dhe lodhja e përditshme. Si shumë emigrant të rinj, ai u përball me vështirësi gjuhësore, me pasiguri financiare dhe me sfidën për të mbijetuar në një qytet që nuk fal gabime. Por ndryshe nga shumë të tjerë, ai vendose të mos mjaftohej vetëm me mbijetesën. Ambicia e tij ishte më e madhe se frika. Çdo projekt i vogël u kthye në një mundësi për të mësuar më shumë rreth industrisë së ndërtimit, për të krijuar kontakte dhe për të ndërtuar besim. Me kalimin e viteve, ai nuk ishte më thjesht një punëtor, ai po bëhej sipërmarrës. Sot, kompania që ai drejton numëron rreth 1200 të punësuar. Kjo do të thotë 1200 familje që sigurojnë të ardhurat fal një vizioni që nisi nga zero. Projektet e tij nuk janë thjesht ndërtesa betoni. Ato janë dëshmi e një rritjeje të shpejtë, e një menaxhimi të fortë dhe një besimi të palëkundur tek puna. Në një moshë kur shumë kush ende heziton të marrë vendime të mëdha, ai ka marrë përgjegjësinë për projekte miliona dollarësh. Ka ndërtuar apartamente që sot strehojnë qindra familje në New York, duke lënë gjurmë konkrete në një nga qytetet më ikonike të botës. Historia e tij është më shumë se sa një tregim suksesi financiar. Është një mesazh për të rinjt shqiptar brenda dhe jashtë vendit, se rrënjët nuk janë pengesë, por forcë, se fillimet e vështira nuk të përcaktojnë fundin, se puna e ndershme dhe këmbgulja mund të çojnë nga kantieri në drejtimin e një kompanie gjigante. Nga pllakat e para që vendosin me duart e tij, deri te themelet e qindra apartamenteve që sot bajnë firmën e kompanisë së tij, 27 vjeçari shqiptar ka dëshmuar se ëndra amerikane nuk është mit. Ajo është reale, për ata që guxojnë ta ndërtojnë vetë, tull pas tulle.